Zbardhe dosja hetimore ndaj autorit të dyshuar të vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjykatës së apelit në Tiranë më 6 tetor. Në dosjen e siguruar nga gazetarja Anila Hoxha, 30 vjeçari Elvis Shkambi ka rrëfyer të gjithë ngjarjen, teksa ka thënë se aktin e rënde ka ndërmarrë pasi ka menduar se i është bërë padrejtësi nga ana e gjyqtarit pas shpalljes së vendimit për procesin gjyqësor të pronësisë. Shkambi ka deklaruar pasi ka qelluar me armë gjyqtarin se është larguar nga salla dhe armën ja ka dorëzuar punonjësit të sigurisë në këtë gjykatë, por pa i thënë se kishte kryer vrasjen. Më pas i ka dhënë çelësat e makinës së tij Xhaxhait dhe i ka kërkuar që të largohet pasi nuk kishte lidhje me veprimin e tij. Ai shpreh se në momentin që ka kryer vrasjen, Xhaxhai ka qenë në krah të tij dhe ka mbetur i shokuar dhe i ka thënë na fike. Sipas Elvis Shkambit, as Xhaxhai dhe as roja e sigurisë nuk e kanë përkrahur apo ndihmuar në vrasjen që kreu. Ndërkohë pas krimit ai ka qëndruar në ambientet e jashtme të gjykatës së apelit, bashkë me Xhaxhain që nuk ka pranuar të largohet. Dhe kur efektivët e policisë kanë mbërritur, ai ka thirrur dhe u ka thënë se ka kryer vrasje. Në lidhje me armën, ai ka deklaruar se e posedonte pa leje që prej 10 vitesh, por pa e përdorur asnjëherë më parë dhe se e mbante për vetmbrojtje. Në dëshminë e tij ka deklaruar se kur ka shprehur armën drejt gjyqtarit, ndaj tij ka ndjerë urrëtie të madhe për vendimin që dha, duke e konsideruar të padrejtë, por shton se pasi ka logjikuar ndaj asaj që bëri, nuk ka qelluar më ndaj gjyqtarit duke e lënë të gjallë në sallë. Shkambi shprehu pendes para autoriteteve dhe tha se nuk dëshironte që çështja të shkonte kështu, por se e gjitha ka ndodhur nga një çast tronditjeje.